Në Shqipëri, çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Dëshiroj të shpreh në një farë mënyre konsideratën pozitive për qasjen tuaj, e cila ka qenë në këtë fazë një qasje e përgjegjshme. Nuk kemi parë të arsyeshme edhe duke u nisur nga komunikimet e mëparshme me ju përmes ministrave që të hedhim hapin dhe të kalojmë në bord, pasi në fund të ditës, nëse dialogu funksionon siç ka funksionuar deri tani, ne qëllimin nuk e kemi që t'ju shtrëngojmë juve në punën tuaj, qëllimin e kemi që bashkarisht të merremi vesh që kriza në lindjen e mesme nuk mund të projektohet e tëra mbi supet e konsumatorëve. Ky është gjithë qëllimi ynë. Natyrisht kjo do të thotë marzhe më të ulta fitimi për ju, po më mirë marzhe më të ulta se sa bordin në kurrizë.